Bëri seks me komshiun e martuar, gruaja shokon me rrëfimin. Një grua ka mbetur e lënduar dhe e hutuar pasi është dorëzuar një natë e pasioni fqinjit të saj të martuar. Shumë persona mbesin të bllokuar moralisht pasi e gjejnë veten të epshuar për dikë që nuk është ose të paktën nuk duhet të jetë i disponueshëm. Të qenit gruaja tjetër mund të jetë emocionuese dhe t'ju mbush me adrenalin, por gjithashtu mund t'ju vendos në një situatë mjaft të vështirë. Nga ana tjetër, shumë të rritur ndihen të mbërthyer në martesat pa dashuri, por nuk duan të ndahen për shkak të një sër arsyesh, nga lidhjet financiare te fëmijët. Por çfarë ndodh kur të dyja palët bien në tundim? Një nën beqare 35 vjeçare zhvilloi dashurinë për fëmijën e saj të martuar pasi fëmijët e tyre u bën miq. Gjërat filluan relativisht ngadalë, por flirtimi shpesh u ndes. Burri filloi të besonte gruas për marrëdhënien e tij të vështira me gruan e tij dhe filloi të justifikojë për të ardhur vazhdimisht në shtëpinë e saj. Kjo bëri që ai përfundimisht t'i lutej asaj për seks dhe të kalonte një natë të zjarrt pasioni. Seksi ndihej kaq intensiv dhe me të vërtet mendova se kishim krijuar një lidhje të veçantë, por që nga ai moment gjithçka ndryshoi dhe tani ai refuzon të flas me mua, tha gruaja anonime. Pasi ai u largua, gjithçka ndryshoi. Ai ndaloi së ardhuri dhe sa herë që e shoh, më shikon dhe e largohet. Gruaja tani është e shqyer emocionalisht dhe pyet veten nëse burri i vjen keq që e tradhtoi gruan e tij. Në përgjigje të dilemës, psikologja argumentoi se burri mund të ketë të njëjtat ndjenja, por po distancohet për një arsye. Ajo thotë se ai mund të jetë i zënë duke debatuar me gruan e tij ose duke u marrë me çështje të tjera dhe i rekomandoi gruas që ta linte kohën t'i shëronte plagët e saj. Por paralajmëron se në momentin kur ata vepruan sipas fantazisë së tyre, realiteti u rrëzua. Kur të jeni gati, grihuni dhe dilni duke u shoqëruar përsëri dhe takoni dikë që është i disponueshëm për një lidhje, shtoi ajo.